Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Jam këtu pranë jush për të komentuar dhe për të bërë në fakt një analizë, një përmbledhje tashmë të konfirmimit të madh që është bërë për ferma VIP. Ndryshe nga të gjitha edicionet që në fakt fermën jemi mësuar ta shohim, në muajt e pranverës, në fillimet e para të verës, këtë vit siç duket për shkak të audiencës, për shkak të klikimeve, për shkak të numrave të madhe të interesit, ferma ka ndryshuar qasje. Ferma nuk do t'jetë më, do me thënë ashtu si që dham lajmin ditën e djeshme, ferma nuk do t'jetë më në maj, në qershor, në mars, në prill, do me thënë këto muaj që starton, zakonisht fundi prillit starton, nuk do t'jetë më në këto muaj, por do t'jetë nga muaj tetor. Do me thënë është një strategji krejtësisht ndryshe dhe një format krejtësisht i ri. Siç duket, Eduard Grishaj ka vendosur që të merr një formë tjetër të suksesit të jashtëzakonshëm, sepse këtë vit na duhet ta pranojmë, ferma vuri këmbën. Ferma vuri këmbën tek të gjithë formatet e tjera. Shndroi fenomenin Mimoza Ahmeti. Mimoza Ahmeti rëmbeu zemrat e të gjithë shqiptarëve që në natën e parë, gjë që në fakt nuk ka ndodhur në historinë e formateve të showbizit, dhe arritëm të jemi në këtë stad ku jemi. Por që nga dita e djeshme, kur të gjithë në mediat ros e bën publike këtë lajm, filluan hamencime të ndryshme, filluan aludime të ndryshme rreth faktit se a do t'jetë një luftë në fakt mes Arbana Osmanit në këndin e moderatores, sepse Arbana nuk është regjizore, dhe Ledion Liçës në këndin e moderatorit. Unë nuk e shoh me thënë drejtën luftën në këndin e moderatorëve, sa e shoh luftën në këndin e producentëve për të sjellur një reality show të suksesshëm. Sepse reality show të suksesshëm nuk e bën Arbana. Arbana ka një përqindje të vogël në kontributin që ajo jep si moderatore mrekullueshme në arritjen e këtij suksesit, por suksesin më të madh e bën puna e producentëve. Realisht, vetëm fakti që ferma fillon në tetor dhe Bigu i Shqipërisë, Big Brother VIP Albania 6, fillon në dhjetor, unë këtë pjesë e shoh një format lufte, do me thënë e shoh një format që do t'jetë luftë. Kjo nuk kupton që ferma do të zjatë më shumë, nuk kupton që Bigu do të zjatë më shumë, nuk kupton që Bigu i Kosovës do të zjatë më shumë. Do me thënë, është një agresion tashmë mediatik i hapur në këtë treshe, që jam i bindur që ferma do t'jetë e suksesshme, por jam me një pikpyetje të madhe, me thënë të drejtën, që mund të ketë guximin apo mund të ketë fuqinë për ta rrëzuar Bigun, sepse Bigu i Shqipërisë realizohet në një produksion që shoh profesionalizëm shumë të madh. Por këtu nuk mund ta hedhim në tokë që dhe ferma VIP ka patur këtë vit profesionalizëm. Do me thënë, një luftë e hapur për klikime. Si e shikoni ju? Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV. Për të qenë pothuajse gjithë ditën pranë jush dhe për të sjellur të rejat më të fundit, lajmet më interesante, pikpyetje të ndryshme nga publiku shqiptar. Jam këtu pranë jush për të komentuar tashmë një marrëdhënie që realisht po duket ditëve të fundit që është një marrëdhënie tepër serioze dhe një shoqëri shumë e mbarë. Po flas konkretisht për dy vajza që kanë zënë një vend të rëndësishëm në emisionet e tyre. Me sinqeritetin e saj, Heidi Baci, do të ndaloj tek Heidi, bëri për vete të gjithë audiencën shqiptare dhe të gjithë e deshën, Eduard Rokitën, i dhuruan atë mbështetjen që Heidi Baci e meritonte. E meritonte sepse ishte dhe vazhdon të jetë një gocë shumë pozitive me një energji jashtëzakonisht të mirë.
Gjithashtu, edhe Egli Tako, një nga personazhet që në fakt ka qenë më e komentuar, pothuajse 2 vite më herët apo 1 vit më herët e gjithë bota shqiptare kishte mendjen tek ajo, kishte syrin tek ajo, çfarë po ndodh me Eglin, ka patur komente të ndryshme, por Egli vazhdoi duke luftuar për të ndjekur ëndrrën e saj. Ëndrrën e saj për artin, ëndrrën e saj për medien. Do me thënë, të qenurit artist shpirtërisht është një ëndër e madhe që s'ka bombë apo s'ka gur në botë që ti mund të ta prishën atë ëndrrën. Dhe pikërisht të dy vajzat të cilat luftuan për ëndrrën e tyre, por që kishin histori të ngjajshme, sot janë bërë mike shumë të mira. Kënga Gabimet është improvizuar nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet TikTokut, Instagramit, edhe nga Heidi Baci, duke taguar Eglin, të gjitha vajzat që në fakt këndojnë këngën e Eglit, mësojnë nga kënga e Eglit, ndërto ka qenë e përfshirë edhe Heidi Baci, ku menjëherë publiku filloi që të hamendson se për çfarë gabimi e ka Heidi këtë fjalë për një marrëdhënie të saj me Romeon, apo për çfarë bëhet fjalë, sepse edhe kënga Gabimet u përfol shumë që ishte në fakt një dedikim që Egli Tako ja kishte bërë gjestit bla bla bla, do me thënë gjëra të tilla. Unë mendoj që në këtë rast, do me thënë Heidi, e bëri këtë videon në favor të mbështetjes shpirtërore kundërdrejt shoqes së saj, sepse tashmë kanë krijuar një marrëdhënie jashtëzakonisht të bukur të dy gocat. Nuk më duk një video e cila kishte tendencën për të përçuar një mesazh kundërdrejt dikujt tjetër, që në këtë rast do me thënë mund të ishte Romeo, sepse unë mendoj që të dashurosh është gabimi më i bukur që mund ta bësh në jetë, edhe të gjitha ato njerëz që kanë dashuruar dhe nuk janë më pranë atyre që i duan, mendoj që këto gabime do t'i kishin kërkuar edhe një herë t'i bënin. Shoh shoqëri të mirë me vajzat, nuk shoh ndonjë inat, ndonjë urrejtje, por shoh shoqëri shumë të mirë dhe më pëlqen që janë në piedestal të dyja dhe kanë marrëdhënie fantastike. Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tyrona Lilin për të komentuar pak rreth ngjarjeve më të fundit që në fakt po përfliten në showbizin shqiptar për të dhënë mendimet tona mbi personazhet që kanë qenë tepër të komentueshëm, sidomos në vitin 2026. Dua të ndaloj tek Alba Pollozhani në Klan Kosova, në një nga emisionet e Klan Kosovës. U përmend emri Alba Pollozhanit si një mundësi për moderatore në Big Brother, do me thënë në vend të Jonidës, apo qoftë edhe për në talk, do me thënë nuk është situar se në cilin pozicion do të ishte Alba Pollozhani, por do me thënë u përmend si moderatore, tashi qoftë Big Brother, qoftë në talk. Pash që kishte shumë kundërshtime, do me thënë ishte një bisedë në një formë shakaje dhe tallje në fakt, që po bëhej për emrin e Albës dhe sinqerisht pak u befasova. Unë mendoj që Alba Pollozhani ka qenë një personazh që ka vendosur të luajë lojën e saj. Pa marrë parasysh se cila ka qenë loja, a ka qenë me limin, a ka qenë pa limin, a ka shprehur ndjesitë e saj të momentit, ndjesitë të cilat janë paragjykuar dhe janë marrë në konotacione si kanë dashur të tjerët të merren. Ajo është Alba me të gjitha ngjyrat e saj dhe unë i dua njerëzit të cilët i flasin gjërat ashtu siç i ndjejnë, i tregojnë gjërat ashtu siç i duan ato dhe siç i kanë, dhe këto janë njerëzit e veçantë që ne i kemi në këtë universin ku ne jetojmë. E para njëherë. E dyta, kur flasim për lojë, Alba Pollozhani ka qenë një banore e cila ka patur strategji të fortë në Big Brother, që në qoftë se Alba do të ndiqte strategjinë e saj dhe do të ishte durimtare për të mos të dalur nga Big Brotheri, unë jam 100% i bindur që Alba dhe në Ferma VIP, por edhe në Big Brother VIP Kosova do t'ishte fituese, sepse kishte strategji të fortë, do me thënë kishte dinamika, kishte debate, kishte biseda të gjata që në fakt krijonte acare edhe në studio, dhe realisht Big Brotheri është ky që të krijon dinamik të madhe.
Nuk habiten fare, nuk habiten fare, në qoftë se Alba Pollozhani t'i jepeshte një mundësi për të moderuar Big Brother apo qoftë edhe Talk, sepse mendoj që Alba është një personazh që e njeh fort bukur formatin show, ka fjalorin e duhur, ka oratorin që i duhet një moderatores dhe mendoj që do të ishte një material shumë interesant për ta shitur produktin e tyre dhe kush më bukur në Klan Kosovën se Alba Pollozhani mund t'ju ashiste materialin në Talk apo qoftë edhe në Big Brother. Mendoj që do të ishte një Big Brother shumë interesant, sepse për të bërë një Big Brother i fuqishëm, luajnë rol të gjithë, që nga moderatori, që nga opinionistët, që nga banorët brenda, nga produksioni, se si e vazhdon lojën, do të thënë janë të gjithë një zinxhir i lidhur për të arritur që Big Brotheri të merr atë fuqinë e madhe të klikimeve. Nuk më duket as pak e çuditshme në fakt nëse Alba do të ishte moderatore, edhe besoj që do të ishte një përzgjedhje shumë e duhur.